Po dhe vendimi i GKK-s. Para 3 ditësh, u mendu. Për Gjashkën po thonë? Normale. Se qa pat aty? Po qa pash, një gjykat që i thot, do më thënë tërheq, për mos e tim. Ta shojmë edhe në nëzirë këtë. Gjesu e njërë, pastaj qojnë në proces. Kuptova. Gjeje njërë, pastaj qojnë në proces. Turpi më i madh është që e fut Ervis Martinaj në aty. Ti e ke në hetim. Ti e di që a i është dështukur dhe është vrarë. Dhe me paturpsin më të madhe, ngrej proces thjesht me umar me emrin e ti, mediat apo dikush. Dhe kjo është turpzimi i prokurorit çështjes. Ti e di që e i ka vdekur. Dhe ata i kanë provat aty. Në hetimin e tyre. Tani, pse ti ngrej një proces gjyqësor ndaj atij? Kur e di fare mirë, domethënë statusin e tij. Për çaj duhet ky procesi? Por ta lënë emër, mirë që nuk e gjeni janë pa, domethënë për të gjetur mënyrën kush e vrau, pse e vrau, si e vrau etj. Dhe për t'i dhënë një fund gjithë kësaj sake, por hap një sak të re duke e çuar në një proces gjyqësor. Çfarë po bën në që t'i hedhësh, do më thënë medjave, është gjallë nga këto. Ky është qesharakëzimi kësaj prokurorie në rastin konkret. Dhe veprën që akuzohen, është një çështje që kur kush nuk e di, i biznesmen në Tiranë, ndërmend nderuarit, duhet të vritet nga bandat kriminale pa arsye, pa motiv. Askush nuk e di. Një pronari, një shkolle private në Shqipëri, kjo është çështja, pa motiv, pa arsye. Një çështje e bujshme, kam përshtypjen e kohëve të fundit. E bujshme, po problemi është arsyen dhe motivin nuk e di kurkush. Dhe këta janë pa motiv. Thjesht e dinë që është dhënë një urdhër nga Suelçela për ta ekzekutuar, po se për çfarë, s'pak nuk arrin dot të kuptoj pse.